Në Federatën e Fermerëve të Shkodrës janë bashkuar fermerë të 4 komunave në përpjekje për nxitur prodhimin, marketimin dhe tregtimin e prodhimeve të tyre agroushqimore. Në panairin e organizuar nga Agjencia për Zhvillimin e Zonave Malore, anëtarët e Federatës së Fermerëve të Shkodrës u paraqitën me prodhimet e tyre që synojnë të shtrihen edhe në tregun rajonal. Federata është formuar nga bashkimi i 4 shoqatave në rrethin e Shkodrës, në komunën e Gurit të Zi, të Boshatit, të anës së Malit dhe të Pasurripës. Ju ofrojmë shërbime fermerëve si shërbimin e punimit të tokës me mjete bujqësore, shërbimin e shitjes së inputeve, shërbimin e transportit, asistencës teknike dhe shërbimin e shitjes. Në momentin ku përpiqemi të bëjmë paketimin e produkteve tona, etiketimin e tyre dhe shitjen e tyre kryesisht në Malin e Zi dhe në Kosovë. Për drejtorin e bujqësisë dhe ushqimit për Shkodrën, Guri Beshin, situata rënduar nga përmytjet masive të këtij fillim viti, po ka përcehet gradualisht, gjë që dëshmohet edhe në panairin e prodhimeve agroushqimore. Ky panair tregon që bujqësia në qarkun e Shkodrës ka filluar të gjallarohet. Fermerët janë kthyer punës edhe mbjellet po vazhdojnë normalisht. Natyrisht janë marrë dhe masat veçanta për rajon e përmytur, sidomos për kollimin e tokave. Ne her pas here ftojmë dhe specialistë njohur të tokave për të shpjeguar fermerëve për masat e veçanta që duhen marrë për rastin e jashtëzakonshëm që ndodhe këtë vit. Panairi i prodhimeve agroushqimore është organizuar nga Agjencia për Zhvillimin e Zonave Malore. Përfaqësuesja e kësaj agjencie Brunilda Stamo thotë se rajoni i Shkodrës ka prodhime cilësore të njohura dhe jashtëvendit. Ju mund të keni rastin vetë që të shikoni prodhime nga më të ndryshme të grave, të shoqatave të grave, të organizatave të ndryshme, si edhe prodhuvet bujqësore që janë produktet e verës, janë produkte mjaft cilësore ku promovohen varietete tipike karakteristike shqiptare, që janë varietete si ai kallmet që mund të përmendim, që është një nga varietetet mjaft kërkuara dhe përdor një verë me cilësi të lartë, një verë të kuqe cilësisë të lartë. Janë produktet e djathit që janë mjaft kërkuara dhe ato, tipike të zonës Shkodrës, si edhe produkte të tjera si mjalti, perimet që financohen nga shoqata e fermerëve. Ndërkohë, sipas zonës Stamo, fermerët shqiptar vazhdojnë të përballen me një sër vështirësish, të cilat reflektohen edhe në treg. Problemet që ka bujqësia janë të shumta. Mund të flasim që fillojnë që nga fragmentimi i tokës, që është një problem që rrit kostën e prodhimit, plus që krijon vështirësi edhe për mekanizimet, për zhvillimin e mekanizuar të bujqësisë. Ka probleme të tjera që sot po luftohet shumë që të rritet në përmirësimin e cilësisë produkteve tona, pra në rritjen e kërkesave të sigurisë ushqimore të atyre të produkteve, pra që sot kemi produkte cilësore si nga ana e cilësisë të tyre të shijes po edhe të sigurisë ushqimore. Megjithë përpjekjet që po bëhen sipas specialistëve, pasojat e përmytjeve masive të këtij fillim viti në zonën e Shkodrës do të vazhdojnë të ndjehen gjatë gjithë vitit, kryesisht me vonesën e daljes në treg të prodhimeve bujqësore, por edhe në kostën e tyre. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pullum Sulo.